Këtu është horoskopi i martë 24 qershor 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Keni edhe disa shanse edhe në kontakte dhe udhëtime. Do të keni një intuit të shkëlqyer, për ca kohë tani ju duket sikur keni ëndra parandjenjëse. Demi. Dëshironi të shkoni larg, filloni një jetë të re. Nëse duhet të bëni paqe me dikë, është një ditë interesante, por ka mungesë energjie, dëshirë për ta bërë atë përgjysmë. Binjaket. Dita që përfaqëson testin e lakmusit për shumë marrëdhënie që kanë pasur probleme në të kaluarën. Pak energji për të rikuperuar, pasditja është më e mirë se mëngjesi. Gaforja. Ditë e çuditshme për dashurinë dhe pasionet. Ata që kanë qenë të sëmurë për një kohë të gjatë dhe arrin të shpëtojnë prej saj, ja kanë borxh këtë mbi të gjitha vullnetit të tyre të mirë. Luani. Zgjidhni angazhimet. Mos e hidhni veten kokë e këmbë në një debat, veçanërisht nëse jeni në takim me Virgjëreshën ose Bricjapin. Virgjëresha. Ditë me lëvizje të ngadalë. Është bukur të debatosh dhe më pas të bësh paqe, por nëse grindesh nga mëngjesi në mbrëmje, gjërat ndryshojnë, gjej një marrëveshje. Peshorja. Ju mund të emocionoheni pa pritmas ose të bini në dashuri. Bërini një mesazh, një kontakt i dobishëm dhe për ata që punojnë vetë ose me porosi, një kënaqësi. Akrepi. Për ata që kanë partnerin e duhur, ngjarje të mëdha. Sot mund të rikuperoni duke organizuar një udhëtim të këndshëm. Shigjetari. Këtu është një ditë veçanërisht e fortë, vendimtare, pozitive, por ka shumë për të bërë në jetën tuaj, ndryshime që prekin partnerët, bashkëpunimet, çdo gjë po evoluon. Bricjapi. Brenda 2 javëve të ardhshme do të duhet të kuptojmë se në cilën rrugë të shkojmë. Sidomos nëse jeni ai, duhet të izoloheni për të reflektuar pak. Ujori. Sot dashuria merr një vend të dytë, ju mund të jeni djegur nga një zhgënjim në dashuri ose nga qëndrimi i një personi që doli të ishte i pakuptueshëm. Peshqit. Një ditë që lehtëson mundësinë për të pasur një intuit të jashtëzakonshme. Një njeri i jashtëzakonshëm i besuar mund të jetë një virgjëresh që do të jetë në gjendje t'ju këshillojë më së miri. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.